Shikojeni këtë fotografi. Katrorit e gjelbër që po shihni janë votat të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe. Këto dy grupe parlamentare po e votojnë ligjin për shtetësinë e Kosovës. Do të thoshit ju çka i bëri bashkë sërish në parlament vetëvendosjen dhe listën serbe. Është neni 31.1 i ligjit të ri për shtetësinë, e cila thotë se Republika e Kosovës u anjet të drejtën e shtetësisë së Republikës së Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që ata kanë, të gjithë qytetarëve të ish Republikës Federative të Jugosllavisë, të cilët kanë qenë banorë të përhershëm të Kosovës deri më datën 1 janar 1998 dhe pasardhësve të tyre të drejtë për drejtë. Këtu theksi bie te pasardhësit e tyre të drejtë për drejtë. Pra secili serb që mund të ketë lindur dje, kudo, në Beograd dhe Australi, e prindi rastësisht i është gjendur në Kosovë në kohën e luftës, atij i takon automatikisht shtetësia e Kosovës. Edhe secilit kolon serb që Serbia i sillte në Kosovë për të afektuar demografinë e Kosovës, duke dashur të ndryshojë numrat e etnisë, i takon shtetësia dhe jo veç atij, por edhe fëmijëve. Secili kriminal serb që u soll në Kosovë për t'i bërë popullit represion në kohën e luftës se uzurpoi një shtëpi diku nëpër Kosovë, me këtë ligj jo që i takon shtetësia atij, por edhe fëmijëve të tij. Kjo është pra arsyeja pse lista serbe e donte të votuar e të kaluar patjetër këtë ligj. Po vetëvendosës që dash. Një argument që ata e prodhuan ishte se po e bëjnë për diasporën dhe fëmijët që lindin në diasporë ta kenë të lehtë shtetësinë kosovare. Por a keni dëgjuar ju se ekzistova një problem i tillë? Jo, sepse nuk ekziston. Aktualisht fëmijët e prindërve kosovar që lindin në diasporë, procedurën e marrjes së shtetësisë e kryen me një dokument të dorëzuar në cilën do ambasadë të Kosovës nëpër botë. Me certifikatën që e marrin në spital atje, e cila është internacionale, bën termin në ambasadë dhe për 30 minuta, urime, ju jeni shtetasim më i ri i Kosovës. Pra argumenti vetëvendosjes nuk qëndron fare. Atëherë edhe një herë, çka ju dash pushtetit aktual ky ligj? Se për listën serbe e kuptuam.